Mirëmëngjes, profesor Miserde. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta e ndjes përvonesëm. Nuk ka problem, zoti Susaj, çështja është për ju në këndvështrimin tuaj, pamjet e dieshme. Gjitha jo dhunë se përtonin disa deputet të çonin lavazh makinat e tyre më pas? Spori veç me më lejuat 3 minuta. Mike. Vetëm 3 minutshin edhe Spori duhet ta falënderoj Brisildën dhe gjitha Brisildat e Shqipërisë që më parë, por sidomos sot kanë zgjedhur me mbrojt interesin e Shqipërisë mbi interesat e partisë dhe kjo është detyra e çdo shqiptari sidomos në këtë ditë. Së dyti, falënderoj gjitha mediat që kanë dalë në krah të protestes dhe sa të jam gjallë jam në dispozicion tyre me dhënë zon çështjes shqiptare dhe asnjëherë vogëlsirave tona. Së treti, duhet kujtoj për gjithë dëgjuesit se protesta softi intelektual i viteve 2017, 2018, 2019 që fillohet protestë studentore, ai e dinte se çfarë gjame po i përgatitej Shqipërisë. Ne e kemi ditur, prandaj dhe gjithë studentët që i prinë asaj proteste u masakruan, janë debuë jashtë. Prandaj ata pak profesorë që dolën krye të protestes janë masakruar e jetojnë këtu, por jetojnë se kanë sa kujtimet vetat edhe nuk duhen me lanë Shqipërinë, jo se nuk kanë mundësi me ikë. Dhe shikoni se ku prunë vendin, pikërisht sepse elita e rrejshme, pseudolita, barkalecët e qaftrasht e partive i shtypën studentet, i mohuan studentet, i mohuan rinin shkollore studentore dhe shikun e prunë dhe vike protesta vëllezër. Unë nuk merr me vogëlsira se me hymë me vogëlsira, do të thonë nuk na del ku hakur. Por unë shquj 3 karakteristika ke protesta. Kam qenë që ditën e parë, byle se kisha mend me fol ditën e parë, as dytë as tretë, por kur u ndodha midis një ca njerëzve që filluan me thirr poshtë komunizmi dhe kuptova, ishin gjithë të ri student, aty kuptova që kjo protestë është në shërbim të ardhmës së Shqipërisë, sepse komunizmin Rusia e mohoi në vitin 1953. Çekia, Polonia, Slovenia, Kroacia, Serbia, ku dreqin mund të mendohen shqiptarët që do të mojnë komunizmin të fanarin ndriques në mes botës. Pavarësisht nga ca lidhje e ca parulla që jemi rrinë me të. Tash 3 karakteristikat e kësaj proteste vëlla. Spori duhet ta heqë me analiza njerëzore e thjesht apo në likuar në qënë të ajo që kjo është proteste e shpëtimit të Shqipërisë. Okay. Për mua, shpëtoj Shqipërinë shumë. Ne që më zhyt në një harres e një qelbësillak e në një rrukullisje pa anales drejt gërminave e hodneve të historisë ku shqyrja Shqipërisë ishte gjaja ma letë. Së dyti, kjo proteste vëlla ka bashku kombin. Unë dalë në protestë çdo ditë kur jam në Tiranë e kur jam në gjendje të mirë shëndetësore. Dhe po ju kallëzoj, në protestë kam qenë jam me funksionar, me kolegë profesorë që kanë qenë funksionar të Partisë Socialiste, zëvendës ministra, drejtues Partisë Socialiste, por që janë patriotë shoku. Socialisti, demokrati, çdo njeri i spektrit politik, kushtetues të Republikës Shqipërisë janë patriotë dhe kanë Shqipërinë mbi partinë. Nërsa barkalec, qaftrasht, dhjamosurit, spurdhjak, ignorantet, plaçkicit, maskarajt kanë partinë. Kanë partinë sepse partia i ka rrit, partia i ka qenë në shkollë, partia ja u ka dhënë postet pa merit, partia ja u ka dhënë tendrat, partia ja u ka dhënë pronat. Ata kanë nën partinë, ata të morën qafë. Po nuk është e drejtë me lanë morën qafë Shqipërinë. Së treti, protesta formësoi dhe solli në vëmendjen e shqiptarëve mas 114 vjeç shprehjen e përjetshme të Ismail Qemalit. Shteti është punë e kryer që na ndihmoi Austria, Italia dhe interesat e Evropës. Në 1912 tha të bëjmë shqiptarët. Protesta, kjo protestë, vëllezër, ka formësue qytetarin e përgjithshëm. Si ka mundësi, thosha, ore, a janë njerëz, a hanë buka, ushqehen, a kanë lexuar libra, a duan këtë shtet që kanë shtëpiat e kanë jetuar në lindur këta njerëz që heshtin, e ne godasin ne që reagojmë, shkruajmë. Tani sheshja mush me njerëz që reagojnë për Shqipërinë. Falënderoj çdo protestues, falënderoj çdo njeri që ndon krah kësaj proteste, falënderoj çdo ambasador, falënderoj çdo qeveri të Evropës së Shtetit Bashkuar të Amerikës që ndon në krah të kësaj proteste. Protesta na ka dhënë shpresë me jetu këtu. Në rast se
çdo njeri që del kundra kësaj protestës nuk është kur gjë tjetër veç se një krim i armiqve më të ndyrë e më të egër të Shqipërisë. Po, a do duhej kjo protestë të kalibronte ndoshta edhe mesazhin e vet politik, se çdo gjë është politik, profesor. Ky raport me drejtësinë për cilin po debatonte Edisoni dhe Brisi, më duhet të tregojmë jashtëm dhe të them që ka dy mënyra për ta larguar Ramën dhe për të arritur qëllimin e protestës. Njëra është politike, tjetra është penale. Tani, në filozofi thuhet të gjitha rëndet fillojnë nga rëndi moral. Ramës, fasadën, propagandën, rëndin moral ja kanë spostuar, po ja kanë bën ty me hin kjo protestë. I tregoj botës se kush është e vërtet dhe si po qeverisim në të vërtet. Dhe filozofia botërore, Europa, Shtetet Bashkuara, demokracitë botërore, e din shumë mirë që në një vend ku nuk ka pluralizëm e demokracisë, ka të arme, atje është xhungël, atje është knet orientale. Prandaj, kjo e arriti. E dyta, unë e di që njerëzit presin me pa një parti, apo 10 parti, apo 2 parti. Ne në demokraci jemi. Ne po siguruam pluralizmin politik dhe demokracinë, ne pastaj i hapet rruga garës politike midis partive ekzistuese dhe krijimit të çdo partie dhe futja në një garë politike të barabartë. Pa pluralizëm dhe pa demokraci, gjithçka është vetëm propagandë, është ngopje me lugë bosh, është varfëri, është shkatërrim i mëtejshëm i Shqipërisë. Dhe demokraci me një forcë politike që ka shkar në klientelizëm, në oligarki, në korrupsion, filozofia thot, kur qeverisja rrshqet në korrupsion, populli duhet ngrihet e zgjidh kontratën e qeverisjes. Tani populli po kërkon një gjë shumë të thjeshtë, me zgjidh kontratën e qeverisjes. Qa kanë këta njerëz që nuk ikun? Iku Steinmeieri i Anglisë, as i problem s'ka. Qa kanë këta njerëz? Pse janë gjithë kaq shumë mas koltukut? Thot Fanoli, thot, gjithën as shumë koltukofagi quhen, sa duhet të preq dorën, po të preq dorën kapën me dhem. Kemi problem, vlla. Unë ja u thëmë vazhdimisht, s'kam as problem me të kalumën, unë vitin 1990 i kam mbyll këtë punë. Por shoku, në Gjermani lindore, më tha një mësues, edhe mësues, më lidhën pension edhe mësues nuk më lanë më. Nërsa në sistemin shtetëror, arsimor të Shqipërisë, prandaj kalua është telendis, është poshtrua me sistemin privat, vetëm Shqipëria i ram top sistemin shtetëror të arsimit, sepse arsimimi i popullsisë është detyrë kushtetues, jo privatit. Ti nuk mund delegosh një detyrë që e ke kushtetuese tek privati. Nëse më, por e di se më thaj, tha shoku, tha, mua tha më kanë lidh pension, tha, nëse këtu të gjithë mësuesit, sekretarët e partive, funksionarët e partive, spionat, kam gjetë letra që profesorët, i kam shqiptar më letra, profesorët kanë spionuar studentët e tyre para vitit 90. Këta njerëz kanë dalë në pension, quhen burrat mirë, intelektual të mëdhej, kanë prunë fëmijë, familjarë njerëz, jo të zot. Mua ma sill djalin e krim e Hitlerit në sistemin arsimor, po që me merit i përkulëm, e i tham faleminderit se po të mund komitim, po jo ignorant. Prandaj them. Ne kemi problem shumë të rëndë me shkulturimin e shoqërisë dhe me lojën mungesën e dekomunistizimit real. Se ne kemi quajtur komunist ato që ka lexuar zemra e popullit. Kjo ka qenë gafa më e madhe. Ai që ka punuar në minier, baba im ka qenë dekoruar nga presidiumi i Kuvendit Popullor se punonte ka 20 veta. Këta i kemi quajtur komunista. Komunist thot Margaret Thatcheri. Është ai që kur flet rrë, kur hesht po përgatitet me të godit, kur punon vjell, e kur ikën, shkreton gjithçka. Vëllezër shqiptar, çem në gjeni, përmes valve të televizionit, dhe ju falënderoj edhe ju edhe News, Ora News, gjitha mediat që kanë shërbyer kësaj proteste. 3 parat i kemi provuar. Të luftojmë, të bashkohemi ke protesta në sheshet e lirisë që mos na ndodhin e 4-ta.